A di pse më të veti? Sepse ti ne këtu më sqesh se kjo është shumë serioze, o nub, o snic. Sepse ti në këtë studion tonë kje ftyra dhe personalitetet ndryshme. Ke pasë unë gjënë këtu. Dikush të thetë, kur vjesh shehollu në sungjna aty, se unë... Thojnë, për shambull një ndërta që më ka thonë, ka qenë ish lideri komunist Azem Vllasi. Valoj, kjo që me thonë është... Falmirës me tina. Më ka thonë burë dhe Nafi Qekroni ka qenë prezent, ku na ka thonë telefon së me orë se ka qenë njoni për shambull Nafi Jani. Qëre, me bu me thonë Gjavit Haliti, bu me thonë dikush për zotin, atëherë une he kapuqen. Po me më thonë, një njëri që i ka një 20 vjetë para meje, që është komunist i rrym, me shpirt, me vepra, me krejt. Edhe kjo është, që me thonë, si me thonë ty, hajtë ma mime me mbu mu, sugjerim jam profesional dhe taktik, dhe për me jetës në përparen, kretë që ka punu në komunizm si kësha ti në studio. Pse? Se jenë oll-timera. Nuk ka mua... Pendion nisha? Në bjekes, po nuk shqitet aje filozofi mu në këtë start që farë jemi në atë teknologjisë. Me në farformë është fumbje kohë më morë me da. është nevoja e tyne, se aj nuk e dea që ka kompunuhën. Ku e dea Azem Vllasi që ka kompunuhën? Me ta përto një liber me që si zëtë një. Me ta përto një liber le ta që. Desa, që ti kur që ka kompunuhën. Ku në Azem Vllasi, kur unë kom nëzirë dokumenta të lifare, peqë asa i udbës, që po keni qef me i thonë kështu, vitet të 90-92, edhe ja u kom quë LDK-s me ju ka dëzue që qka po ju pret. A keni haus dhe më unë shkrime, sa ke përnu ti për Azemin e sen? Pa jeme se sa me rëndësi se komunistat në konë dëgja, Azem Vllasi... Që, pas anafe po të më thonë dëshka, më s'ka haus në ishë? Doja thëmë që shërbimet sekrete edhe UDB-ja që njifet të nën popull kjo, UDB edhe kosi ushtarak, janë di kategori. Me ramnjën e Rankovicit, 1966, funksionin mbi këqyrës edhe mbi UDB-n i merë kosi ushtarak që i ka referu direkt Titos. Me Titon ka qenë i afërt edhe Azem Vllasi. Unë prandaj doja të vi me Azemin, se Azemi din shumë gjëja sekrete prej kosit ushtarak, i cili i mbanë shefët nuk do në t'i refen. Qka ti për shamu? Po për shembull, ja ka pas kosi ushtarak, një inqizim kur ka qenë një parat në Beograd, Azemi ka qenë me Tito në afer. Edhe i thot nga dalet e veshi, i thot, druzhe Tito, shoku Tito, a zashtu të nëse daje Kosovo Republika? Pse nuk jepet Kosovo Republika? Tito e i thot, po këto i ka inqizu kosi tani, edhe Titon edhe Azemi. Tito e i thot, Azemi quti, nemoj da misfara është problemi së Sërbima. Në me thot, ka pas problem me Sërbët. Po du të thëmë, këtë që e përmendi parës edhe Fatmiri, shërbimi atëhershëm ka pas disa strategji shumë specifike, për shembull dhe me metodën e komprimitimit. Ka mbledh materiale komprimituse për Fatmirin, ose për Gashin, ose për Timin. A ke me nëjtë dokumenti kumë për Azemin diçka? A ka diçka për... Po ka, pa Azemi nuk do në të folja, dinaj. Qka për shamu ti, qka ke Po dinaj shumë gjëja që janë ende sekrete të kosit ushtarak. Jeme Miloševićin, kër vjen që të në fush Kosovë, në të të Po, që kërsnohen ati, të di ato. Si do të shoftë, unë e du mu inkadru pak që përmende të kriptomonedat, të dërgesa ose shumë më rëndësi. Bitcoin. Jo vetëm Bitcoin, ka shumë moneda tjera blockchain, është fakcione me atë punë mirën për vitit të metra muaj. Jo, shumë më rëndësi, se për shembull ti që nuk e njeh fat botë, duket kur gjo, por një pjesë e pagesave sot bëhet përmes kriptomonedave. Edhe në çështjet krimit edhe terrorizmit edhe gjithë. Domethënë nuk është pak me anashkaluge. Për shembull, unë nuk kum fshej për shembull kur e di që i kum ble prej Fatmirit 5 bitcoina, se unë në Londra kum pas ndaluar me ble 5 bitcoina. Pse Fatmiri ka ble Bullgari prej dikujt, unë i kum ble prej këtij për shembull, ka sa mi shet
Fatmir më ka thonë t'i shes $800, ki ka marrë $500. Një bitcoin, po flasë për 2015-ën. Po mos ta Jo, shumë është me rëndësi, se lidhët me shërbime, me sigurimin, me kohën e sodit, se një pjesë që e kanë nxjerrë, për shembull tani. Dhe më thonë që si me ndihmu njerëzit hoxhallarët edhe Telegrami. Telegrami është i rrozve. Telegrami është i rrozve. TikTok është i kinezve. Tim Shkupi s'ka as TikTok, as Telegram. Unë si personalit nuk kam se një ditë mundët me pru vendim. Qeveria Kosovës, qeveria Maqedonisë me ndalë, unë jam i pasë se s'ka mund atin e përdërus. Një prej pikave që hoxhallarët kanë ra viktim se kanë mendu vetëm për gushën e jo për fushën. E vërtet. Po shumë rëndësi me bo një emision rreth kësaj. Po çka të ishte më zbulu diçka për azimin se ta nam gjysë, që thohet di shumë sekrete. Po jo, dinaj, po nuk do në t'i tregon njeriu, tani... Për shembull, çka din një prej sekreteve që thonë? Po dinaj për shërbimin e Kasit, Kasi ushtarak, për shkak se Kasi, bas Ramjes Rankovicit, i ka referu direkt Titos. Edhe mandej e ka kontrolu edhe UDB-n Kasi, që këtë nuk e din çdo kush. Po kompetencat atër Titoja i jep që edhe UDB-n ta kontrollon Kasi që i ka referu direkt Titos. E me Titon ka qenë azemi. Edhe Stane Dollonci. Po gjitha të... Stane Dollonci i ka kriju 2 qendra islamike në Gjermani, qendrën në Hamburg dhe qendrën në Leverkusen. Stane Dollonci? A i ka qenë ngarkuar për çështjet sigurisë në Jugosllavi. Në më thonë, në Leverkusen dhe në Hamburg janë qendrat islamike të Stane Dollonci. Qartë është, bravo. Kje për shembull, kjetë UDB-ja asaj kohë, kohës komuniste, emigracioni shqiptar, krerët e emigracionit, si Gjafer Devën, Abbas Ermenin, Abbas Kupin, Luan Gashin, e tjerë janë shumë mos i përmendin, i ka përpunu në përmes doktor Kroat, që e kanë qujtë, ja kam haru emrin, po më duke se Jelic. Jelicin, edhe në përmes Jelicit i ka përpunu krerët e emigracionit shqiptar. Në me thë ka bërë kombinime të atila operative, spionazhit, që janë gjëja shumë të komplikume. Këtë emision sonte që e kemi me zgjot 3-4 orë, është pak. Po jemi minutat e fundit, nuk shapos dëshirë për fond, prej secilit për juve nga një mendim se çka na pedim se nga la vjen rreziku, çish po veprojnë, çka po bojnë, po si me ndohen, me lazem këtë gjë. Cila është preventiva? Preventiva e ime edhe analitike dhe me qartësu shumë saktor që shteti duhet me kalu ligjvenje sa i përket kësaj dukurie negative e cilë ne u ka shfaq si komunitet shqiptar në Kosovë. Me një farforme duhet vinë përfundimisht të kryojmë ligjin edhe përmes ligjit të kontrollojmë çdo dikaster fetar në Kosovë dhe